Të me këshu me radhë, si të thuash, Berisha si di e premte. Radha, nuk e di se kush e kishte, në fakt duhet ishte, me që është Berisha duhet ishte dhe Rama, por besoj që duhet jetë se nëse s'është. Nuk besoj që duhet jetë ai, se nuk guzon njeri të preki ato. Për mu... Nuk guzon njeri të preki ato, vla. A i ka qenë atje, a i ka qenë atje... Banalizoj, por... Ajo shënja. Një përplasje, Po, pra. apo, nuk e di, jo vetëm ajo, jo. Pa ajo që flagrante fare. Të dyja, pra ne i shërë, po e zbres të kuptushëm për ata që në njojt. Nuk ka faj vetëm njëri. Të dy kanë faj. Pa sigurisht. Pra nëse e qëmë për faj. Berisha nuk ka nevojë të amroj në shty Murrizi. Jo, nuk e para për të amroj të këto. Po shumë më shumë për të kuptuar. Shumë mirë bën, që hapet gjdo gjë. Pas 15 vjetë është hapet këtë çështje. Këtë desha të them, dhe për mu me që këta kanë avancuar, se ajo shumica e veprave penale të kësaj ngjarje janë parashkruar, po në kompleksin Partizani kam thënë, gjithë ata që tentojnë të amrojnë Berishën i bëjnë dëm. Dhe gjithë ato që e shajnë nuk i prishin as i fillë. Qartë. Pra Berisha ka avokat e ti, është i zoti, faktor, në 35 vite, edhe kur ka qenë, edhe kur s'ka qenë, s'ka nevojë të amrojnë. Problemi është që unë do të bëj një paralele. Nëse bim dakord që e qymë vrasje shtetërore. Kjo është në ekuivalencë me 2 prillit e Shkodrës. Në vitin 1991. Që është fiks 20 vjetë para kësaj. 20 vjetë para kësaj dhe 35 vjetë para... Nga sot. Nga sot, po. Po. Qartë. Kjo është 14 vjetë. Kjo është 14 vjetë fiks në fakt. Po. 21. Ajo ka qenë 21. Po 11 Pra i 7 vjetë është diferencë. Qartë. Po e hapir. Ta sa. Kryeministri ka qenë Indieri Fatos Nano. Në 31, në 2 prill të 91. Kur s'është marrë kryeministri as në hetim, as në gjykatë Shkodrës, gjë është marrë ministri i Mbrëmshëm që ka qenë 53-55 ditë Gramoz Ruçi. Pra, po them unë, Berisha dhe opozita kërkonin gjatë gjithë kohës dhe Gramozi ka vajtë në Shkodër në gjyq, bashkë me Çapajev, Taçina, çka ka qenë ai kryetari i Degës Mbrëmshme, me 20 ministra me radhë. Pse këtu kërkohet nga kjo ish opozita 2011-ës, pushteti i sotëm prej 2013-ës, që Berisha, si se përmenin kot, ministri e Mbrëmshëm... Po ishte pra Lulbasha në spak, para sa ditësh. Po ishte se ka thirë spaku, po jo se ka thënë e herë, Partia Socialiste e Edi Ramës, nga 2011 deri kur janë pushtet, për Lulbasha, vetëm Berisha. E mendojnë si pa dorë në këtë histori pra? Po si, se ministri i Mbrëmshëm... E qartë pra? Ka në dorë, paktën formalisht një plan masash, me gjithë se policia varet me ligjë. Tu akuzua Garda që ka qëlluar bjeta. Tu është akuzuar Garda, nuk është akuzuar policia shtetit. Garda është tjetër institucion. Po jo më varet nga ministri i Mbrëmshëm Garda. O? Po pa tjetër, edhe sot. A, pëse varet nga ministri i Mbrëmshëm? Pa tjetër, pa tjetër. A, dakord. Non-stop. Mendova se kishte një lloj autonomie tjetër. Jo, deri në ligjin e 98-ës kushtetutës ka qenë varë drejt për drejt nga presidenti Po si është? Komandanti i Gardës. Si ishte në 2011-ën, kur u ndodhi ngjarja? E propozon ministri i Mbrëmshëm e emëron qeveria e komandanti i Gardës. Por varësi organike, siç ka drejtori i përgjithshëm i policisë, për pjesën që ka është jep llogaritë ministri i Mbrëmshëm. Për atë që ai kërkon. Jo te kryeministri thua. Po jo më komandanti i Gardës. Është Garda e Republikës, është pjesë e strukturës së Ministrisë së Mbrëmshme. Po pra po. Ka MP-ja që folën e pak më poshtë, kontrollon policinë dhe Gardën. Ah, kontrollon dhe Gardën. Po, sepse është pjesë e Ministrisë së Mbrëmshme. Ah, dakord. Nuk e kontrollon Ministria e Mbrojtjes, ka MP-ja. Ah, qartë. Kanë tjetër ata. E kuptova. Shërbimi informativ i ushtrisë, që kontrollojnë atë tjetër gjë ata. Sepse është ndërmarrje tjetër. As burgjet nuk i kontrollon kjo MP-ja, se ka shekebem Mbrëmshëm. Qartë. Policia e burgje, 5000 sa polici kanë burgje. Po. Pra, Garda është pjesë e Ministrisë së Mbrëmshme. Kurse kanë gjuhën e Edi Ramën, apo opozitën asaj kohe, se tash është që të thonin që ore, ju thatë atëherë për Gramozin e po thënë për Ministrin e Mbrëmshëm. Ta shkuan te doktori, pas doktori doli dhe vetë që foli atëherë, pra ishte protagonist vetë doktori. E mban mend. Le më çfarë. Po se këta nisen, ore, ky është perceptim, kjo është politike e gjitha më burr. Dakord. Por politika perceptim është. Po prandaj pra, po këta politikisht po e luajnë. Drejt. Po politik tash luhet më politik. Mund të dënohet doktori për 1 janar apo jo? Kjo është pyetja më shumë importante për emisionin, se vajti shumë. Çfarë do të zbardhin? Hetimet, përgjime. Duhet i gjetet një urdhër doktori për shkakun që ka thënë të fshihen serverat. E kanë këtë urdhër me shkrim ose me gojë nga doktori? Serverit varet nga doktori, sepse drejtori i IT-s kryeministrisë de facto emërohet nga kryeministri. Po pra. Teorikisht emërohet nga sekretari i përgjithshëm. Ai është funksionari më i lartë. Qartë.
i administratës civile brenda kryeministrisë. Ti mendon që SPAK-u sot ka në dispozicion indicje të forta? Po përderisa e ka rihap, unë nuk besoj që e ka rihap për pse e kërkun këta. Po. Se po ta kanë vite që e kërkojnë, kanë qenë 2014. Po përse tani? Cila është politika penale që ndjek SPAK-u? Përse tani i feret pra? Vrasja nuk është e parashkruar, edhe pse ka 14 vjet. Jo, nuk thashun tjetë e parashkruar, them përse tani në këtë moment. Pse jo para një viti, pse jo para zgjedhjeve. Për këtë të shatem, sa kohë që dalin në dritë faktet reja penale, që lidhet me ngjarje që nuk është parashkruar, ai ka drejt të hapi kur dojë. Kjo strukturë që është bërë për personat këtij niveli, pra për kryeministër, ministër me radhë, por edhe çdo prokurori tjetër me kodin e ri të procedurës penale ka i farë, përveç subjektet klasifikuar si pjesë e SPAK-ut deri në 2028, se pastaj këto prokurorit rajonale të qarje do merren me atë punë. Besoj unë, nuk është se bëj atë njeriu e konspiracioneve të mëdha apo marr në lajm vesh se ma jep Altini, Klodia, Ladi, ku diun Prençe, edhe bëj show që se ashtu është i mohabet. A mohabet nuk është çdo gjë zbulut. Mundet të kenë ardhur ribashkim celulash apo tabulatesh telefonike, nga ajo që është regjistruar nga radiot, komanda, mund ka dëshmuar komandanti i gardës, kanë dëshmuar disa tjerë, nuk e di pse në çfarë drite është hedhur, mbi faktet të cilat është gjykuar kjo vepër herë dhe janë dënuar disa njerëz. Ndërkohë që njëri është promovuar ka qenë u bë dhe kryetar bashkie, bëri Ramsi kryetar bashkie. Është deputet sot ai, si e ka? Grot Malaj. Po ai shili ka pas në këtë histori një ka qenë kompania operacionale e Gardës Republikës. Po, ka lidhje direkte, i ka dalë emri në atë kohë? Ai ka qenë, u dënu, nuk e di se sa. U dënuaj? Bashkë me disa gardistë. Po, pra, u dënuan për këtë punë? U dënoj gjykata e krimeve të rënda. Dhe pastaj mori Ramsi e bëri kryetar bashkie pak më vonë. Po, ishte ai perfeksioni që thamë ne, në rritje. Po, pra. Se dhe kjo është e çuditshme, i do të kujtuar, se për shembull për këtë flasin shumë pak në media, ka vënë re? Pra, njeriu që është dënuar për 21 janarin, njëri gardist, po kryetar bashkie tani është deputet. Që qurra vitet, çdo 21 janar, tek ato pllaka në trotuar, të atyre 4 qytetarëve teatri i shëmtuar shumë është ai. Teatri më i shëmtuar. Dhe një nga ata që me drejtësi, me vendim formës për herë, se nuk e di të ketë marrë pavëzin, është dënuar, a me drejt apo pa drejt, nuk e di, a është në drejtën e tij. Jo, qartë. Ta njeki për të fituar drejtën e tyre deri në Strasburg. Mund të ke pas dhe drejta ime, s'ka lidhje. Po duhet ta njeki se po e ka lënë gjysmë, që është pajtuar me 2 vjet apo 3 vjet burg. I bi që të jetë fajtor sa kohë që s'ka shku një gjykat lartë në Strasburg për të kërkuar drejtën e tij. Se jam nuk jam avokat i tij. Dhe ti e merr promovon e bën kryetar bashkie, e bën deputet. Aty. Si njehesh përpara atyre familjarëve të viktimave, 4 fatkeqëve, kur ata të shohin që një nga këta që ti ke thënë ta zbardhën me patjetër sa të vinë pushtet, dhe ke 13 vjet në pushtet, që ke zbardhur pingat sepse ai mund të ishte edhe punë operative e policisë. Policinë ku e ka dorë. Si njehen ata? Të tallur, të fyer, megjithëse ky vëllai sa është problem atyre. Në atë kohë, që gjaku s'blet kurrë. Kur e shikojnë një nga ata ndoshta vet mund të mos dyshojnë, por sa kohë që ky ka i vendim gjyqësor, që ka qenë një nga 3, 4, 5 të dënuarit, a mund të ishte dënuar diku më lart, diku më poshtë, nuk e di. Ta shikojmë. Nuk e di se çfarë faktesh ka SPAK-u, s'ka nevojë të më thot mua apo t'i bëj publike, por që duhet ketë se kjo është gjë e gjykuar. Edhe po thret Berishën SPAK që s'është i paditur. Po përveç Berishës, mua më thanë që do jenë dhe disa personazhe të tjerë të njohur. Për mua, nëse nuk është Rama. Deri tani nuk kemi informacion. Nëse nuk është Rama, nuk guxojnë ta shkojnë edhe lart më në burg. Atëherë SPAK-u duhet me i bën atë që thu ti që ja udhjet ngoj ky, edhe këta i duan sikur e kanë të bletës. Pra, ky është veprim kundër veprim. Ai është shenja ku diun po ka dhe përgjime. Ka dhe përgjime në atë kohë. Ramsi në shkret, Ramsi në katë, për çfarë ta marrin? Si? Për çfarë ta marrin atë ka, për çfarë ta pyesin? Që kush i furnizoi me ujë, kush i pruni, ka pagesë, ka përgjime. Jam paguajt, jam paguajt. Ke barinia këto apo jo dhe për kë për protestuesit thotë? Po. Jo, por shile ka me 4 vrasjet, me këta 4 të vrarët. Kush i solli këta? 4 fatkeq? Ai thotë u zgjidhje se isha në mes turmës. Ora ti që organizon protestën, mund t'i lash dur të kollaj, por vetëm atë shenjën e ka shumë interesante që punë kështu e ka. I merr leje ke policia sepse përgjegjësia kur një subjekt politik, po ecë sillet thotë,
Perle është, çfarë perle ishte? Pra, vetëm për atë shenjë, ku qa ke lethita, ku ti... Për atë mund të pysim për shumë, mund të pysim. Duhet pytë se zbën, mo. Këta s'pe pysim për gjëra më këshu mërti, që për miliona më bu, nuk gudzojnë. Unë vrasja e quajnë më të madhe se milionat. Vrasja është, jeta kushton më shumë se sa miliarda. Këtu në Shqipëri? Kujt do lloj qytetari, jo. Jo, në Shqipëri në jeta nuk është se ka një vlerë të madhe, prandaj po të them. Flas penalisht. Dakor. Në parim po jem dakor. Në parim patjetër mo. Aspektin penal. Para jetës nuk ka asgjë, nuk diskutohet. Ajo është gjëja më sublime. Në Shqipëri duke qenë se jeta s'ka ndonjë vlerë të madhe, besoj se e ke kuptuar apo. Po, patjetër. Prandaj thash që pra nuk e di kush do pyetë. Por fakti që është rihap dhe po thirrën për një gjë të gjykuar, është për mua duhet të jetë ndonjë kanë marrë spunta nga ndonjë fakt penal i ri i zbuluar. A thua? Po besoj. Do marrin vesh shumë shpejt. Po besoj, sepse për një gjë të gjykuar nuk e kanë të lehtë ata, kushdo qofshin. Ta rihapin dhe herë kot në hava, nëse s'kan prova, përveç atyre provave që për cilët ka pas prokuria e krimeve të rënda, dhe që mbi ato prova ka dënuar Hasani Hyseni dhe një nga këta që ka qenë kryetar bashkie dhe është bërë deputet. Mësoj mund të falenderoj jashtë masës sepse është kënaqësi gjithmonë të jemi, kurse mos kur jam vetëm me ty kënaqem shumë. Për informacione e bollshme që ti ke për mënyrën se si e shikon për qasjen e gjërave dhe pastaj edhe për pjesën se si e rrëfen të gjithën. Është ora 23:40 minuta, jemi më shumë se një orë gjysmë në studio. Edhe unë të falenderoj për ftesën. Po para se të ikim dy fjalë do më thuash? Po. Sot kryetari i Bashkisë Tiranës që ndodhet akoma në paraburgim, zoti Veliaj, kishte bërë një status ku jepte vendimin e parë të tij me shkrim zyrtarisht pas vendimit të gjykatës kushtetuese që e lejonte që rëzoj, si të thuar, qeverin dhe Begajn dhe lejonte të vazhdonte pra e ktheun detyrë kryetarin, Elion Veliaj, pavarësisht në burg, ka dhënë urdhrin e parë të tij të ndizen Çe korrigjoj. I status, po pa status Urdhër ai. Është urdhër, po nëpërmjet statusit në Facebook e kishte bërë. A urdhër e ka bërë, e ka shuar dhe me shkres ndoshta ai se ka drejt ta bëjë nga burgu, po. Po them atë që pam ne. Po e ka hedhë në Facebook. E ka hedhë. Dhe thoshte që të ndizen dritat. Erdhën festat. Të shitelat, të shiritat me llamë. Po pra edhe për qytet, në për zbukurim. Dekori, po. Të bëhet dekorimi. A është kjo shenja, mësim, që me sa duket, pavarësisht sa kohë do marrë gjithë këtë punë, Elion Veliaj nuk heq dorë, 3 ditë përpara i kishte thënë prapë në një status ju dua shumë, i thoshte qytetarëve të Tiranës, ju dua shumë për atë. A mendon se Elion Veliaj është në rrugën e rehabilitimit drejt objektivit të tij që ka pasur, që ka ndëruar gjithkohon, për të kapur një ditë fronin lartë, për të bërë kryeministër? Nëse nuk merret konsiderat propozimi jot për të ndërruar sistemin, ka gjithë drejtën e Zotit nëse fiton betejë ligjore. Prezumimi i pafajësisë është një drejtë themelore e drejtave të njeriu dhe ai sa kohë që nuk është dënuar me vendim të formës prerë, prezumohet i pafajshëm. Qartë. Vendimi i gjykatës kushtetuese nuk kam, se s'jam marrë, nuk kam pat interes ta shoh nëse është publikuar në fletorën zyrtare apo jo. Që jo, ai është tani de juro vazhdon të jetë kryetar bashkie. Po, por përderisa supon zgjedhjet në Tiranë. Ditën që vendimi i gjykatës kushtetuese publikohet në fletorën zyrtare kthehet në ligj. Që ai do të ka fuqi ligjore firma e tij mbaz atij vendimi të emrojë, të shkarkojë, të tenderojë, të prokurojë rrugë dritat. Po sa të botohet. Unë mendoj, ose kështu e shoh, që nëse prokurorucët që kanë majtë në sirtar prej vitesh për një pazar të pisë dhe për interesa okulte të luftës që bëhet për zgjedhje shefin e ri të Spakut, te inceneratori i Tiranës, që është një vjedhje harbutëshe dhe brutale për një objekt që nuk ekziston, që tash ditë e fundit ka marrë vesh që edhe akuzën që kanë patur ndaj sekretarit përgjithshëm Këshillit të Ministrëve sepse ka firmosur 14 vendime qeverie në një ditë, për inceneratorin e Elbasanit duket. Ai ka çu për pushim ose kanë bërë mos fillim, por ky mos fillimi më duket pak amulli për të bërë pazare që të lobëj qeveria për një vot në KLP. Nëse nuk do të kenë keqje që të hapin realisht hetim apo proces penal për inceneratorin e Tiranës. Është apo është lidhur Elion Veliaj me 5 den për prishjen e teatrit që u bë aq protest, për dhënien e lejeve në mënyrë arbitrare dhe betonizimin e Tiranës, për kritere specifike që u vendos që ata që duhet paguajnë 8, 10, 12 euro që duhet kishin 2 milion, 3 milion euro, kesh
ti s'mund bësh ndërtues kurrë. Qartë. Që është ju ka ardhur mas fijes, pastrimit parave të pista, që ta hetojnë në kompleks. Po për atë çështje që të cilën Në fakt ka 12-13 Ajo është akuza. atje. Shiko, nuk është një çështje, ka 12-13 akuza, korrupsion aktiv, pasi ka shumë. të gjitha janë lidhur me hetimin pasuror. Nuk ka asnjë lidhje me, sepse nuk ka asgjë për. Ka asnjë lidhje me detyrën funksionale të tij, se s'kan patur kellje prokuror bastard dhe qelbanuk. Po mirë, nëse i kanë gjetur sepse kanë patur familjarë të tyre në punë Erjon Velia. Ai që ka çështjen. Kjo është shumë logjike kjo që po di. Pra, hetim pasuror, Erjon Velia, unë e kam kundërshtar politik dhe është një i shplar për mua politikisht. Por Erjon Velia nuk është subjekt i ligjit antimafje. Që ti nisësh kryesisht hetim pasuror. Se kanë hapë vetëm ati, hetim pasuror, kanë hapë gjithë, kanë bërë shumë ja. Kujt, familjes? Jo, shumë personave të tjerë kanë hapë hetim. Jo, do t'i hapë natyre se ligji antimafje. Arben Ahmetajt, Sami Tahirit, gjithë jo kanë hapë hetim. Hetimi pas Arben Ahmetaj pat indicia që u hapë çështja penale ishte jo tërmeti, jo buka jo. Hetim pasuror, askujt nuk mund t'i bësh nëse nuk ta relaton ILDKP-ja, sepse atje deklarohet pasuria e zyrtarit zgjedhur, ose nuk je subjekt i ligjit antimafje që ke një person të trungut familjar, nan, bab, vlla, motër, kunat, të dënuar për trafik droge. Tu ka deputet dhe ish ministra që kanë vlezër, kokër të burgut i kanë qume qartër, dhe nuk guxojnë të bizbit e spagut, të fillojnë hetim pasuror. Unë personalisht jam për gjithë politikët, nuk ka gjë më të mirë, në do t'i hetosh, mos u bëj me jo firma, jo stërfirma. Jo vendimi kolegjal, jo vendimi monokratik. Vendimet e qeverisë dhe vendimet e parlamentit ligjërisht goditen gjykatë kushtetuese. Vendimet e Këshillit Bashkiak goditen gjykatë administrative. Asnjë nuk marr përgjegjësi individuale për vendimin kolegjal. Ndaj kam thënë kundër arrestimit ose masës që u mor për Berishën për kompleksin Partizan. Pse s'u mor Gencer Uli, për shembull, me Arben Imamin? Se një ishte ministri i ekonomisë, thotë të prevezojmë, një thotë nuk na duhet kjo ushtria. Unë nuk e di, mbledhje duhet kap kasetat, a ka ngrit Berisha dorë, po s'ka votu fare vetë. Pra është vendim kolegjal. Do t'ju bësh vetin këtyre, si që bënë e gjytarve me ata palo komisionere që pate. Bëhet e që bënë me Shtymurizën e fillu me mua ata. Në janar 2022 i pari. 1482 faqe dosje kanë hetu me Shtymurizën nga 83 në shkollët mesme. Po, të kam dëgjuar, po. Nazif Murizën nga 53 ka qenë me dragën, pason të kanali, ju bë kanali Tërbufit. Motrën teme, kunatin tjetër, motrën tjetër, pamsus. Po pyti këta palaqat e... Po qa ishe të ishtese me këtu të të mbyllë? Kur majnë Amazon si këta loj palaqat që u morën me mu, ka qenë i fliqësir një koqi ke pastrimi parave, të që jam qepa ti unë me drejt, dhe apeli e ka këthy mrapsh mos fillimin që bani këj prokurori, i prokurori që myllit qeshen saj gocës që u vra nga Kenja, që ta hetoj, një fliqësir qelbanuk. Nuk ma nje më fara për ta. Apo ato fliqësire dhe policisë, i këtë gjithë është. Një ka fillu roje ke privatët ke plumë, ke këtë qa firma është, një tjetër je mësim atje si i menë që mi ofiqerë si ku jemi pastar tjetër, një aguridhe ka maru me 5.2 agronomin. Shumë mirë bënë që a fillu me mu, shumë mirë. Por e bënë gabim, se nuk jam nga i brumë, unë kam 8 procese gjyqësore në 35 vjetë. Unë, edhe kërë qenë për dheja në pushtet. I kam fitur të gjitha. Fitur edhe që ka marrë lekun. Pse më nga që lapë shumë, ta bëjnë të punë, qa kanë me ty? Qa kanë? Tek filmi Katanit me që ma përmenën fillim, i madhi Mikeler Placida ka thënë. Komisar Katani? Po, aktori. Aktori, po. Kush flet drejt ban armiq? Nuk e durojnë do të drejt, ama nësa ti tani e bën këtë punë se ti do të kryosh armiqe, apo jo? Ty të shijon kjo gjë? Nuk e durojnë do të pa drejtësit. Pra po mora vesh të gjë e them. Po pëse më mësim bota është e pa drejtë, më sa të kam thënë, që ke këtë i do pa drejtësit? Unë jetoj për vete, Marian. Nuk jetoj për botën. Jetoj për vete, më knaqen. I degeneroj publikisht unë, qojnë haberat ke që mos ma përmen e emre. Po pëse ma pëllëci? Ti jep nëjsi kjo gjë? U knaqem shumë. Po vazhdojmë atër. Sepse bagën duhet ta shtypësh, që t'janë gjosh e era. Ta shtypësh. Janë bajka këtë, do qizmen. Qizmen të vetë hapet, bëhet copa njënë, janë bajka më. Nuk ma njenë, fare për këtë loj bajka. Po janë shumë, më misim, janë shumë. Po unë hecë më gjithkohën, si jeta kilometra është. Hecë më. Qizmen 700 që dhe njën, që mos bësh pis nga qarapet, edhe shtyp bajka. Shkel mbi bajka. Shkel mbi bajka knaqesh. Ta mbyllim tu? Po kështu shpëllëm. Sa ima. Le të shkelim mbi bajka, zënja zotërin, takohemi nesër. Isha me të madhin Murizi. La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi.